unë e kam pas më thash që gjithë shka me uranin ka qenë të unë si prend, interesant. Kemi pas rastin kur kemi shku të një shok i burit dhe na pa të thonë që kë fëmi duket pak ma ndryshe prej tjerve. Edhe unë shumë thjesht i pa ta thonë, po duket, po thjesht me një emocion shumë të madhe pa ta thonë ato, po duket. Ti e ke ditë që do më thonë? Jo, nuk e ke ditë? Ka qenë atëherë do të thotë muj i 8-9 do të thotë, sa pa të fillu. Sa pa të më fillu në lirësha me dalë, do të thotë, lirësha thjesht me ndjek edhe shokteve, thjesht do të thotë atë pjesën tjetër të aktiviteteve arktuse me i pasë. Edhe nuk e di, do të thotë, gjithë shka pa ta shpirtërisht e pa ta letosh qka donë, po thjesht është pjesë që ka me qene e jona dhe nuk më ka bo përshtypje thjesht se qka kanë thonë tjertë. Kur e kemi marrë diagnozën, shumë mirë më kujtohet, kemi qenë do të thotë në psikiatrinë e fëmijëve të doktoresha Mimoza Shahine. Edhe ajo nga ka konfirmu do të thotë si diagnozë të autizmit. 15 minuta nuk i di as fryma ka marrë ajo. Do të thotë se edhe kanë shumë pyetje në ato momente, çka kena me bo, ku kena me dërgu. Thjesht nuk i di as vetë se qysh. Ndoshta s'di me përshkru, thjesht. Ato 15 minuta ndoshta kanë qenë me vite që më ka ndodhur që po zgjasin shumë. Derisa do të thotë aty e kemi marrë dhe ndihmën se ku ta dërgojmë rekomandimin, se ku thjesht duhet se ishim jashtë pjesës psikologave, do të thotë, nuk ishim një uri se ku. Sot është shumë lehtë. Se thjesht po bëhen thirrje, po dalin psikologat në për televizion, po dhon mesazhe. Pjesa e prindve masnej është shumë e madhe që veç janë ka bëjnë thirrje për se si do të gjinde me një fëmijë me nevoja të veçanta. Unë s'paku po them për vete, dhe edhe bashkëshorti nuk është që kemi pas, do të thotë, një uri se ku kemi me fillu tash rrugtimin tonë. Aty e kemi marrë, do të thotë, informatën që ka shoqat në Podujev, se atëherë jetonim në Podujev, edhe kemi shku, kemi bo terminin dhe ka vazhdu, do të thotë, trajtimin aty.